Debati mes kryeministrit Edi Rama dhe deputetit britanik Nigel Farage mbi numrin e saktë të emigrantëve shqiptar që janë në Angli dhe mbi raportin atyre që ndodhen në burgjet britanike, vijoi edhe këtë të diel, ish ndërruar si një bazë se kush e thot të vërtetën. Rama i thpo shifrat e Farage se 1 në 48 shqiptar në Britaninë e Madhe është në burg. Shifrën Farage e korrigjoi pas kundërpërgjigjes së parë të kryeministrit shqiptar, por sërish sipas Ramës, deputeti anglez gaboi, duke ju përgjigjur me këtë foto të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, ku i thot deputetit britanik se shifrat nuk janë pika e tij më e fortë. Analiza ka të ngjarë të ketë nënvlerësuar madhësinë e popullsisë shqiptare pasi nuk merr parasysh emigrantët e paligjshëm përfshirë më shumë se 12.000 që kanë mbritur me varka të vogla në vitin 2022. Disa vlerësime sugjerojnë se numri real i shqiptarëve mund të jetë deri në 140.000, çka do të thotë se më pak se 1 në 100 ndodhet në burg. Debatin e ngritur nga Farage, Rama quan teatër politik në aktualitetin britanik mbi Brexit dhe se shqiptarët, thot kryeministri, nuk janë dekor për këtë teatër. Shqiptarët në Britani nuk janë një statistikë që mund të përdoret si dekor për teatrin politik pas Brexit. Ata janë student, akademik, ndërtues, shofer, sipërmarrës dhe partner. Dhe nëse 1 në 1000 gabon, kjo nuk e kthen shumicën në kokë turku për konfuzionin tuaj kombëtar. Ashtu siç edhe i kishte premtuar se nëse Farage do ta humbiste këtë debat, Rama e pret deputetin britanik në Shqipëri për të kaluar disa ditë pushime verore. Prandaj në vend që të shqetësosh ministren e brendshme, e cila është tashmë e zënë, ndoshta më mirë do të ishte të më thuar se kur mund të mirëpres në Tiranë, si i ftuari im i nderit. Sepse i dashur, shifrat qartazi nuk janë pika jote e fortë. Ndaj le të jemi të qartë. Ti ke humbur. Debati u nxit nga një intervistë e Ramës së dhënë në prestigjiozen The Guardian, ku kryeministri përsëriti refuzimin për një marrëveshje me Britaninë e Madhe, që Shqipëria të ngrinte kampe për refugjatët e riadhesuar.